shumë natyrshëm, secili fëmijë, secili njeri ka interesat e tij, ka dëshirat e tij, ka diçka që i pëlqen. Dhe normalisht njohja e tij, fillimi i leximit të tij me botën e librit do të ishte e duhura që të lexoj çfarëdo që atij i pëlqen, qoftë dhe shkurtimisht. Dhe pastaj do të kishte kundër efekt nëse një iri ka preferenca të ndryshme ose një fëmijë ka preferenca të ndryshme për jetën e tij, për librat e kështu me radhë, edhe ai ballafaqohet me lexim të librave që nuk i ka për qejf. Dhe normalisht kjo pastaj krijon kundër efekt dhe le ta themi në aspektin figurativ një lloj alergjie e që pastaj duhet punuar goxha më shumë për ta tërhequr atë, për ta kthyer edhe një herë në leximin e librave. A do thotë kjo që fillimisht duhet krijohet shprehia e leximit, pastaj mund të orientohet se çka të lexoj? Fillimisht le të fillohet duke lexuar atë që e dëshiron, e pastaj ai që është përgjegjës për të, qoftë mësuesi, qoftë prindi, le ta orientoj të lexoj atë që ai duhet lexoj. Pra fillimisht atë që ai dashuron e pastaj ajo që është e duhura për të. Kjo do të ishte çështja ideale për të filluar me leximin te fëmijët ose te të rinjt. Dhe a keni ndonjë shembull për nisma të tilla që kanë nxitur pastaj të rinjt, fëmijët, shkollarët që të lexojnë më shumë, që ta duan leximin më shumë? Pikërisht në shkollën ku unë punoj, në medresen Alaudin në Prizren, vitin e kaluar, nëse se gaboj, ka qenë një praktik shumë e mirë, ku nxënësve u janë shpërndar libra të ndryshëm, edhe që pas një kohe kanë pasur të nënshtrohen provimit, në mënyrë që prej librave të lexuar janë parashtruar pyetje që ata të cilët dalin më të suksesshëm në plotësimin e provimit përkatësisht të atij testi, kanë pasur edhe një udhtim falas për në vendet e shenjta përkatësisht në Mekë dhe në Medinë për ta kryer umrën. Dhe nxitje të këtilla do të kishte qenë ideale që të bëhen qoftë edhe me shpërblimet të mirënjohjeve, të çmimeve të ndryshme, ose pse jo edhe ndonjë shumë parash që pastaj ai do të blinte libra. Kështu zhvillohet edhe në shkollat më të njohura dhe në Evropë. Dhe pikërisht edhe në Vjenë madje. Kjo do të ishte ajo që do të kërkohej prej nesh që ne ta bënim, që edhe një herë të kthejmë vëmendjen te libri, edhe sa më larg telefonave. Gara do të ishte e hatashme nëse do të ofroheshin shpërblime, sepse fëmijët joshin kështu. Pikërisht nuk do të kishte garë më të mirë se sa një garë të këtillë. Garë leximi. Pikërisht.